Pas zhdukjes së disa projekteve muzikore nga platforma YouTube, Egli Tako ka thyer heshtjen me një reagim të sinqert dhe sqarues për ndjekësit e saj. Në një deklaratë publike, Egli thekson se edhe pse ka qenë pjesë e këtyre projekteve si interpretuese, ajo nuk ka qenë autore këngëve dhe përpasoj nuk gëzon të drejta pronësie mbi to. Ajo sqaron se fshirja është bërë për arsye personale të autores së këngëve dhe jo me iniciativën e saj. Postimi I plot. Po, duhet ju jap shpjegim për shkak të gjithë përkrajes dhe dashurisë tuaj ndaj meje, edhe pse jam autore e këtyre dy këngëve dhe s'kam të drejta mbi to. Unë jam e ftuar në këngë. Është një bashkëpunim ku të drejtat e projektit I takojnë autorit I cili e posedon në kanal, në rastin konkret Fifi. Kënga është hequr për 2 ditë nga platforma YouTube, në vendim të autores për shkaqe të sajat, ndaj edhe nuk e kam bërë asnjë ndërhyrje apo reagim pasi nuk janë materiale të mia dhe nuk kam përgjegjësi mbi to. Sa për dëmtimin e 2 artistëve të ftuar në këngë përfshirë dhe mua, jemi njerëz dhe më pas artist. Kështu që zgjedh të jam mirëkuptuese. Muzika mbetet e bukur, ju e keni pëlqyer ndaj dhe bie dakord në aq vendim sa më takon si e ftuar, që këngët të jenë sërish aktive, e ju të mund t'i dëgjoni e t'i këndoni. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.